Është masë e vërtet që pas sulmeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit në Iran dhe ajo që duke ndodhur në gjirin persik, bota nuk është më ajo që ka qenë më parë. Gjërat janë duke ndryshuar në shumë dimensione, jo vetëm në aspektin gjeostrategjik, jo vetëm në aspektin politik, po edhe në aspektin ekonomik dhe social. Vetë fakti që kemi të bëjmë me vendet të cilat janë prodhues më të mëdhenj dhe eksportues më të mëdhenj të derivateve të naftës, këto shtete të gjirit persik e dëshmon rëndësinë strategjike të tyre, vetë fakti që partnerët më të mëdhenj të blerjes së kësaj nafte janë ekonomitë më të zhvilluara në botë, duke filluar nga Kina, duke filluar nga India, Pakistani dhe shumë shtete tjera, dhe ato janë të mvarura nga kjo naftë, e dëshmon më së miri faktin e çrregullimit të tregut global me furnizim të derivateve të naftës. Bota nuk njeh distancë, ajo që sot ndodh në Amerikë apo në Kinë apo në vende tjera bartet me shpejtësi në vende të ndryshme të botës, dhe në këtë drejtim edhe Kosova nuk mund të jetë e pagoditur. Ajo që e vështirëson situatën më shumë në Kosovë është fakti që Kosova po hyn me krizë në krizë dhe jemi tani në një ngërç politik dhe mungesa e stabilitetit politik edhe nga viti 2025 i vazhduar në vitin 2026 është më e keqja që është duke ndodhur Kosovës në këtë kohë të turbulencave globale. Në vend që të kemi një angazhim më aktiv që të gjindën forma për të minimizuar pasojat e ngritjes së çmimeve në këtë mënyrë dhe efektit tyre në ekonominë e Kosovës, ne edhe me tutje mirëmi politik dhe tëra kjo po e dëmton sot edhe standardin qytetare, po edhe më tepër ekonominë dhe zhvillimin ekonomik. Dhe çka e bën më të veçantë në këtë situatë Kosovën është fakti që derisa vendet e rajonit dhe vendet evropiane kanë rezerva të produkteve strategjike dhe të produkteve elementare, ndoshta në një periudhë kohore 60 apo 70 ditore, me normativa evropiane duhet jetë 90 ditë, Kosova nuk e ka një siguri të tillë dhe e bën situatën shumë të brishtë se sa në vende tjera. Prandaj definitivisht është duke u rritur norma e inflacionit në vendet e ndryshme. Kosova ka pas një normë shumë të lartë krahasuar me vendet evropiane apo dyfishin e inflacionit 6% dhe tëra kjo që është duke ndodhur me rritjen e inflacionit në botë po ndikon në një stagflacion i cili është kombinimi më fatal për qëndrueshmërinë ekonomike që krahas rritjes së inflacionit dhe ngritjes së çmimeve të produkteve qoftë bazike, qoftë elementare, e kemi do thotë edhe ngesjen e zhvillimit dhe tëra kjo do të jetë vërtet një goditje për mbar botën dhe ajo do të reflektohet në Kosovë. Është me rëndësi të kuptohet e vërteta që lufta dihet kur fillon, por kur nuk dihet kur mbaron. Sa më tepër do zgjat, me siguri rreziku do të jetë më i madh, por e tëra kjo duhet të jetë një kumban për politikanët kosovar që të mendojnë më tepër për shtet dhe për ardhmëri, sesa lufta për pushtet dhe për pozita qeveritare, sepse vërtet derisa vendet e rajonit dhe evropiane janë një situatë emergjente në Kosovë, si duket kjo situatë pranohet si një gjë normale që do ta dëmtoj më vonë ardhmërinë, sepse dikur do të jetë vonë për të tentuar të bërë diçka, është koha për veprim. Është e vërtetë që Kosova nuk ka ndikim apo nuk ka fuqi për të ndikuar në gjirin persik, po Kosova duhet të bëjë detyrat e shtëpisë. Në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet ta kemi një këshill emergjent që do të mirret me këtë situatë krijuar, është koha kur ekspertët e fusha ekonomike duhet ta dhënë kontributin e vet, duke dhënë propozime, a duhet të kemi një ngrirje të akcizës, a duhet të kemi përgjysmë të akcizës në produkte strategjike, a duhet të ngrihet apo të kemi një lëvizje në tatimin vlerën e shtuar. Kjo duhet të jetë një prioritet. Dhe dyta më nuk është në pyetja do të kemi ngritje të çmimeve, por problemi më i madh do të jetë cili do të jetë zinxhiri furnizues dhe do të ketë mallra qoftë ushqimore, qoftë produkte tjera. Prandaj besoj që situata është shumë më serioze se sa që mendojnë dhe si mendojnë politikanët kosovarë.